Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tonë të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 27 janar dhe ne si çdo ditë të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Me 27 janar ka ndodhur disa ngjarje historike që kanë lënë gjurmë në histori. Në vitin 898, Trajan u bë perandor i Romës, duke filluar një epokë të artë për perandorinë romake. Më vonë në vitin 1820, oficeri rus Fabian Gottlieb von Bellinghausen zbuloi Antarktidën, duke kontribuar në eksplorimin e globit. Në vitin 1888 në Washington DC u themelua Shoqata Kombëtare Gjeografike, një organizatë që ka ndihmuar në zbulimin dhe dokumentimin e botës. Një moment tragjik por i rëndësishëm ndodhi në vitin 1945, kur ushtria sovjetike çliroi kampin famkeq të përqendrimit Auschwitz, duke nxjerrë në pat merret e Holokaustit. Ndërkohë në vitin 1967, tre astronautët amerikan, Virgil Grissom, Edward White dhe Roger Sheff, humbën jetën gjatë një prove në bord të anijes Apollo të parë, një ngjarje që tronditi programin hapësinor amerikan. 27 janari Në 1967, më shumë se 60 kombe nënshkruan koloneli Ibrahim Bare Mainasara u zgjodh presidenti i Nigerit pas rrëzimit të presidentit Mahamane Osmane në puç ushtarak. Në këtë datë kanë lindur disa nga personalitetet më të shuara. Në vitin 1756 erdhi në jetë Wolfgang Amadeus Mozart, një nga gjigantët e muzikës klasike, i cili la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme. Në vitin 1832 lindi Lewis Carroll, autori i romanit të dashur për fëmijë Aventurat e Alisës në botën e çuditërave. Në vitin 1850 u lind Samuel Gompers, një lider që zhvilloi të drejtat e punëtorëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një tjetër mendje e madhe lindi në vitin 1936, Samuel S. Ting, një fizikant amerikan që fitoi çmimin Nobel për zbulimet e tij në fizikë. Në botën e artit në vitin 1964 u lind Bridget Fonda, një aktore e talentuar që spikati në kinematografinë amerikane. Lindje 1756. Lindi Wolfgang Amadeus Mozart, kompozitor austriak. 1859. Lindi William II, perandor gjerman. 1957. Lindi Frank Miller, autor stripi, shkrimtar dhe autor filmi amerikan.
1964 lindi Bridget Fonda, aktore amerikane. 1979 lindi Rosamund Pike, aktore angleze. Por dhe si çdo datë dhe kjo datë shënon edhe humbjen e disa figurave të rëndësishme. Në vitin 661 u vra Ali Abu Talib, kalifi i katërt dhe një figurë qendrore për Islamin. Më vonë në vitin 1901 ndërroi jetë mbretëresha Victoria, monarke e Mbretërisë së Bashkuar, që i dha emrin e saj një epoke të tërë. Në vitin 1940 Rusia humbi shkrimtarin dhe dramaturgun Isaac Babel. Në vitin 1993 bota e mundjes dhe kinemas humbi Andre the Giant, një ikonë ndërkombëtare. Së fundmi në vitin 2009 ndërroi jetë John Updike, një prej shkrimtarëve më të njohur amerikan, i cili fitoi disa çmime prestigjioze për veprën e tij. Vdekje 1901 vdiq Tani do të ftyt të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Pema e arës së kokosit është një lloj palme që rritet në rajonet bregdetare të Azisë Juglindore, Indisë, Indonezisë dhe Filipineve, pra në zona tropikale. E freskët, e pasur me ngjyrë të dobishme, kalcium, magnezium dhe fibra vegetale, kokosi është perfekt për të freskuar në ditët e nxehta. Është gjithashtu një burim shumë mirë i vitaminave E, B kompleks, të tilla si riboflavin, niacin, thiamin dhe pyrodoksin. Këto vitamina janë thelbësore për trupin e njeriut. Mik i dietës, përveç tullet, kokosi përmban ujë, i cili është i pasur me benefite. Uji i këtij fruti, përveç se është i shkëlqyer kundër dehidratimit, lehtëson aciditetin në stomak dhe përmirëson tretjen. Për shkak të vitaminave që përmban kokosi, është perfekt kundër dobësisë muskulare dhe nervozizmit. Sesia e madhe e potasiumit dhe kriprave minerale që përmban e bën perfekt si alternativë të rëndësishme për të rikuperuar trupin. Pulpa e kokosit është shumë ushqyese, rinovon dhe lehtëson lodhjen e muskujve. Acidi pantotenik, folik dhe vitamina B janë të rëndësishme në proceset metabolike dhe për funksionimin e duhur të sistemit imunitar dhe nervor. Lam të mirë kolesterol. Kokosi është shumë i shëndetshëm kundër kolesterolit. Acidet yndyrore, nga të cilet ai është i përbërë, kanë një strukturë zinxhir. Kjo karakteristike e tij e bën të deportojë më thellë dhe më shpejt në lëkurë dhe në flok. Jo mos bokth, për një shkalp koke të pastër dhe të hidratuar, produktet me bazë kokosi janë shumë të nevojshme. I shkëlqyer si trajtim anti-zbokth, kokosi përveç se është hidratues, ka dhe veti kundër kurpurdhave për skalpin e kokës. I pasur me antioksidant, reagon si hidratues dhe ushqyes në të gjithë trupin, pasi reaktivizon vajrat natyral që janë të pranishëm në epiderm. Gjithashtu është i vlefshëm si antirull sepse është i pasur me vitamin E, përgjegjëse për mostarjen e lëkurës, humbjen e elasticitetit të saj dhe për të luftuar radikalet e lira. Ara e kokosit njihet kryesisht për përmbajtje të lartë të acideve të ndryshme yndyrore. Tulli i kokosit, që është i pasur me vajra dhe lëngu brenda, përmban shumë antioksidant dhe minerale. Ka shumë kalium, magnez dhe jod në kokos. Ato mbështesin zemrën dhe enet e gjakut dhe jodi është thelbësor për gjendrat endokrine. Për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, kokosi rrit lëvizshmërinë e zorrëve dhe lufton kapsllëkun.
Një sasi e vogël e këtij produkti lehtëson inflamacionin në ulçrat e stomakut dhe kolitën e zorrëve. Vitamina E konsiderohet si një vitamin bukurie dhe është e mirë për lëkurën. Vaj i kokosit ushqen dhe freskon lëkurën, ngadalëson procesin e plakjes dhe lufton inflamacionet e vogla. Acidi laurik shtyp mikroorganizma të tilla si patogjenat. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për John Updike, një nga shkrimtarët më të njohur dhe të respektuar të Amerikës, i cili lindi më 18 mars të vitit 1932 në qytetin Shillington. Ai u rrit në një familje modeste dhe fëmijëria e tij kaloi në një fermë në periferinë e qytetit. Kjo provojë rurale ndikoi ndjeshëm në veprat e tij të mëdhonshme, të cilat shpesh portretizojnë jetën e klasës së mesme amerikane në qytetet e vogla. Që i vogël, Updike shfaqi një talent të jashtëzakonshëm për shkrim dhe art. Ai studioi anglisht në Universitetin Harvard, ku ishte një student i shuar dhe kontriboi në revistën humoristike të universitetit. Pas përfundimit të studimeve, ai fitoi një bursë për të ndjekur studimet e artit, duke kombinuar pasionin e tij për artin dhe letërsinë. Karriera e tij letrare mori hov pas kthimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur filloi të punojë për revistën prestigjioze The New Yorker. Në këtë periudhë ai publikoi ese, poezi dhe tregime të shkurtra që fituan menjëherë vëmendje. Romani i tij i parë, The Poorhouse Fair, i vitit 1959, ishte mirëpritur nga kritikët, por ishte romani Rabbit Run në vitin 1960 që e konsolidoi si një nga zërat më të rëndësishëm në letërsinë amerikane. Ky libër së bashku me vazhdimet e tij krijoi një seri të njohur si Rabbit dhe eksploroi jetën komplekse të një njeriu të zakonshëm. Harry Rabbit Angstrom, duke trajtuar tema si kriza ekzistenciale, martesa dhe ndryshimet shoqërore. Gjatë karrierës së tij Updike publikoi mbi 20 romane, përfshirë The Witches of Westwick, i cili u bë dhe një film i suksesshëm. Ai ishte gjithashtu një mjeshtër i tregimit të shkurtër dhe koleksionet e tij, si The Museum and the Woman, janë vlerësuar për depërtimin e tyre emocional dhe stilin elegant. Letërsia e tij shpesh trajton dhe temën e dëshirave njerëzore, besimit fetar dhe kompleksitetit të marrëdhënieve ndërpersonale. John Updike fitoi 2 herë çmimin Pulitzer për letërsinë, një arritje e rrallë për romanet Rabbit is Rich dhe Rabbit at Rest. Ai gjithashtu mori çmime të tjera prestigjioze, duke përfshirë National Book Award dhe National Medal of Arts. Pavarësisht suksesit të tij të jashtëzakonshëm, Updike mbeti një shkrimtar i përkushtuar, duke shkruar rregullisht deri në fund të jetës së tij. Ai ndaroi jetë më 27 janar të 2009-s, pas një betejë me kancerin e mushkërive. Trashëgimia e tij letrare mbetet e pavdekshme, me një ndikim të jashtëzakonshëm në letërsinë amerikane dhe atë globale. Do të vijmë në rubrikën kuriozitete, ku sot të flasim për limonët dhe përmbajtjen e tyre të sheqerit. Megjithëse limonët kanë një shije shumë të thartë për shkak të përmbajtjes së lartë të acidit citrik, ata përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri. Në fakt, në 1 kg limon ka më shumë sheqer sesa në 1 kg lule shtrydhe. Rreth 2.3% të peshës së limonit është sheqer. Për 1 kg limon, kjo arrin deri në 20 deri në 30 gram sheqer, edhe pse shija e tij e fortë acide maskon ëmbëlsinë. Për krahasim, lule shtrydhet përmbajnë rreth 4 deri në 5% sheqer, që në kilogram arrin deri në 40 dhe 50 gram. Megjithatë, limonët përmbajnë më shumë sheqer për njësi të peshës, sepse pjesa e konsumueshme e tyre është më e përqendruar. Sipas dietologëve, konsumimi i limonit të shtrydhur në ujë është një mënyrë e shëndetshme dhe e sigurt për ta përfshirë këtë frut në dietë. Kjo praktikë ka disa përfitime të rëndësishme për shëndetin. Uji me limon përmirëson hidratimin e organizmit, duke e bërë më të lehtë pirjen e ujit për ata që nuk preferojnë ujin e zakonshëm. Hidratimi i mirë është thelbësor për funksionimin e duhur të trupit. Limoni është i pasur me vitaminë C, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në përmirësimin e sistemit imunitar, mbrojtjen e qelizave dhe nga stresi oksidativ dhe përshpejtimin e shërimit të plagëve. Acidi citrik i pranishëm në limon mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe në stimulimin e prodhimeve të lëngjeve të stomakut, duke e bërë më të lehtë për organizmin të thithë lëndët ushqyese. Uji me limon mund të ndihmojë në kontrollin e oreksit dhe përshpejtimin e metabolizmit, duke qenë një pije me kalori shumë të ulta.
Për shkak të përmbajtjes së lartë të acidit citrik, limoni gjithashtu mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve. Është rekomanduar të përdorni një pibës për të minimizuar kontaktin e acidit me dhëmbët. Disa njerëz mund të përjetojnë ndjeshmëri ndaj limonit ose të kenë shqetësime të lehta në stomak. Në këto raste është më mirë të konsultoheni me një mjek apo dietolog. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në zonat perëndimore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell në shumë qytete të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 12 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 11 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme me vranësira të lehta dhe intervale kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me kthjellime në disa zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira të pakta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 9 gradë Celsius.
Të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.